Aje, mirë. Mirë. Kampi, që shkoj? Mirë, shumë mirë. Ku ka qenë? Ka qenë në fshatin Haxhaj, saktësisht e shkolla. Shkolla është rrugës për Bogë, diku një 20 kilometra larg pejes. Duket rrugës ku shkon për Bogë. Faktikisht aty vendi ku kthehet në gjath për ato katunet e është një kryç aty apo jo? Ajo është Kuqishta, vendi ku po thu ti, po Haxhaj është kthesa e madhe nëse e mban mend përpara që kalojshin vështirë dimrit që mbershin makinat puna borës. Aty domethënë. Po, aty. Ky kamp është supozu mu mbajt në tenda, normalisht, fjetja ka duhet mu bo në tenda, është organizua ashtu afër lumit, mirë po fatkesisht moti i ligë, ja u ka pa mundësua gjo, u bo ftoft edhe ra shi, edhe kështu e shfryzur shkollën si ambient hotelier, them, ose e këshin regullu kuzhinën, po si bujtin, e këshin regullu kuzhinën, dhomat e fjetjes, pastërtia ish nivel. Qka ish ma me rëndësi për e këti kampingu ish se pëthuaj se 80% e atyre pjesëmarrësve ishin nga vendet ndryshme të botës, do me thonë nuk ishin vetëm Kosovar, si që mi mësu, po nga shumë vende, nga Amerika, Franca, Suedia, Gjermania. Për ma shumë mundë me pa këtë store me knojës edhe syni. Haja ta shojmë edhe nase na shishmoj gaziri. Perla e bjeshkëve të Kosovës, Rugova, pritje për cjeli këtë javë me mira njerëz. Kurorën apo majën e kësaj bukurie, fshatin Haxhaj e prekën dhe e përjetuan turist nga vendet të ndryshme të botës. Një kamp i cili zgjati për 3 ditë. Pjesëmarrësit janë afër diku 100 veta. Edhe me mot kesh, kanë ardhë njerës, që kanë bo plan me ardhë, kanë ardhë ata. Për aktivitete, kemi pas hiking, kanë dalë, shumica kanë dalë hiking, do jënë këtu të flaka, dilën e kemi lanë me shku në Liçina. Ecja në natyrën e kësaj ane është kënaqësia më e madhe që po përjetojnë këta të rinj. Duke shijuar shtigjet e shumta dhe me bukuritë të ndryshme, lodhja pak mund të mendohej. Tani për tani duket staza duket e mirë, mund t'jetë edhe më mirë, po t'ishe pak më rafsh. Megjithatë është mirë si për hiking. Shkojmë deri tek, siç na thanë, tek kufiri me malin e zi, të shojmë edhe atë pjesë edhe kthehemi prapë. Deri tani gjithçka është në rregull. Besoj që këto vizje janë vërtet të bukura dhe vërtet të lënë përshtypje të mira, kështu që jam e kënaqur shumë që jam këtu. Pas aktiviteteve të ndryshme, të gjithë po kthehen për një pushim. Çdo gjë këtu ishte rregulluar për një kamping në ambient të hapur. Fjetja do duhej të përjetohej mes qiellit, malit dhe yjeve. Por moti i ligë pamundsoi një gjë të tillë. Megjithatë, u gjet një zgjidhje edhe për këtë gjë. Është shkolla e këtij fshati e cila për disa ditë u shndrua në ambient pushimi, duke përmbushur kushtet për qëndrimin e turistëve. Na tu kalu shumë mirë, njëherë jena tut pak se konkoa shumë e keqe ka rashi, po neve shiu nuk na prish disponimin as atmosferën, bile edhe ma mirë u bo, se jena mbledh krejt mrena, kena shumë muzikë, kena këthy, edhe valle kena këthy, shumë kon mirë, kena bo së gjuka, kena hamburgera, njerës shumë të mirë internacional, kanë ardhur për Francës, për Italis, Norvegjis, për gjithë Kuwait, edhe shumë më nice, njerës janë shumë të mirë, atmosfera shumë e mirë. Pavarësisht vështirësive nga moti i ligë, turistët arritën të kënaqen me të vërtet me natyrën e këtij vendi. Rugova bashkoi me 10 njerëz duke u dhënë atyre mundësinë ta njohin njëri tjetrin, të shkëmbejnë ide, por edhe shoqëri.
told me about this camp, that it was going to be in the nature. Kur më treguan për këtë kamping që do të jetë në natyrë, ku mund të ecim dhe të bëjmë ngjitje, muzikë gjatë natës, dhe mendova që një gjë e tillë do të jetë madhështore. Prandaj erdha këtu dhe është madhështore, përveç shiut. Po kënaqemi vërtet shumë dhe kam njohur njerëz të rinj, dhe të gjithë janë të shoqërueshëm, dhe vendi është i mrekullueshëm me bjesh lumenj, dhe tani do të dalim për ecje, dhe kjo është vërtet madhështore. Edhe pse vinë nga vende të ndryshme të botës, përshtypjet për Rugovën i kanë të përafërta. I'm from Cleveland, Ohio. Jam nga Ohio në Cleveland dhe për një kohë jam duke punuar në Prishtinë në një projekt me rom, ashkalin dhe egjiptian. Jam këtu që nga muaji maj, por dëshiroj të bëj shumë aktivitete nëpër Kosovë. Kështu që vërtet jam e entuziazmuar që jam këtu në festivalin e kampingut në Rugov, duke shkëmbyer kultura dhe duke biseduar me njerëz nga mbar bota. Këtu vërtet po kalojmë bukur dhe pastaj do të dëgjoj muzikë të mirë dhe kështu do të jetë vërtet mirë për disa ditë. Kjo është pra kampi në Rugov. Ishte kampi në Rugov, e pam edhe vetë. Faktikisht, kjo kamp ka mujtë lirisht më shëndru edhe në festival, se ashtu e këshim para po organizatorët. Po, moti ligë edhe ja u pa mundësoj një gjotë tillë, e këshim drejt një stage shumë bukur, një bin. Po. Që themi ne, bukur, po, moti ligë s'pat pjesmas shumë, edhe muzikat normal s'kan mujtë më hartë. Po. Këtë ka, sidomos mbjeshk edhe kur është moti mirë poshtë, ndodhë mbjeshk shumë shpesh që mu kecu shumë shpejt, ka ndryshimet të mëdha të motit, për qatë bukuriu në mendoj që e ka edhe bjeshka. Faleminderit shumë Ardian për këtë sorit, të cilën e shohim përsëri në blokun e shënimeve pas rreth gjysmë ore. Por tash është koha për organizatën Park. Edhe këtu e kemi Driada Matoshin bashkë me një mysafir special që e kemi ko pas kohëna në studio. Të shohim për shka fjala.